Shikosë të nderuar të emisionit 2-1 mbrëma. Ferizaj për dytet rresht ishte një koqiri i turneu final të Kupës së Kosovës në mboll në të dy konkurencat. Lojra, rivalitet dhe tifozri për lakmi. Në krye të kësaj ngjarje maratonike për informim Radio Televizioni 21. Gjatë rrjedhës emisionit do të keni mundësi të mësoni më shumë për ndeshjet finale i Stogu Ferizaj, përkatësisht Kastrioti dhe Besa Pamgaz. Futbolli kosovar vazhdon rrugtimin me kuadër të ndeshjeve të fundjavës. Takimet e Gjirës së 31 të Albimall Superligës do të analizohen më të ftuarit në studio Ramiz Krasniqin, Gani Sejdiun dhe Hysni Gjinovcin. Në basketbol vazhdon play-offi, veçohet gjysmëfinalja Trepça Sigal Prishtina. Për aktivitetet dhe zhvillimet në të ardhmen e volejbollit të kosovar do të mësoni nga bisedat që kemi realizuar me sekretarin e përgjithshëm të këtij asociacioni Balon Nikshi. Judo kosovare vazhdon rrugtimin e sukseseve. Distria Krasniqi fitoi medalën e artë në Evropianin që u organizuar në Podgoricë. Bota sportive dhe njëherë në ethët e El Clasicos, Real Madrid dhe Barcelona shpalosën spektrin më të bukur të ngjyrave të kësaj ndeshje, e cila vërtetoi që më shumë se një takim është një ngjarje më shumë se sportive. Kë me pak fjalë është përmbajtja e misionit të cilin do ta shfletojmë pas një bloku të shkurtër marketingu. Të nderuar shikues, kthehemi në studio, thamë që do të kemi musafir Ramiz Krasniqin, Gani Sejdiun dhe Hysni Gjinovcin, do të bashkëbisedojmë dhe analizojmë takimet e Gjirës së 31 të Albimall Superligës së Kosovës në futboll. Fillimisht janë zhvilluar 3 takime të cilat do t'i kumtojmë rezultatet. Ballkani Malisheva 3-2, Gjirani Suareka 3-0, Dugagjini Feronikeli 2-1. Llapi Prishtina përkatësisht Ferizaj e Drita do zhvillohen nesër. Tabela klasifikimit ka 4 renditje, vazhdon të prit Drita me 66 pikë me 30 ndeshje të zhvilluara, Ballkani është i dyti me 57 pikë, treta është Malisheva që ka tubuar 47 pikë. Gjirani është i katërti me 42 pikë, sa ka Ferizaj i 5, mirë po Ferizaj ka një ndeshje më pak të zhvilluar. Dugagjini është i 6 pas fitores së sotme me 40 pikë, e 7 është Prishtina me 39 pikë, sa ka dhe Llapi në pozitën e 8. Të dy këto do të përballen në ditën e nesërme. Suareka është e parafundit me 33 pikë, ndërsa tabelën e klasifikimit e përmbyll Feronikeli 74 me 15 pikë. Do të nisim bisedës, mysafir të nderuar, mirë se erdhët. Për të relaksuar më njerë bisedën, thëmë, zoti Krasniqi ju ktheni pas 4 kartonat verë zgjidhet lojë, u kthyet pas një pauzë të shkurt. Dëshirojmë shëndet e sukses pas intervenimit që e patët dhe më bëtë shumë qefit që jeni në sonde me ne. Faleminderit shumë prej te, shpresoj që tash e tutje nuk do të mungoj. Do të nisim me ju, zoti Krasniqi, nisim takimin Ballkani Malisheva 3-2, një takim i cili ishte derbi në vete për faktin se përballej i dyti me tretin. Me të vërtet ka qenë një ndeshje jashtëzakonshme për mu, se kom më shiku me vëmendje dhe të dy palë më kanë përqy jashtëzakonisht mirë në kuptimin e paraqitjes lojës dhe sistemit lojës të cilën e kanë luajtur, do thot të ndryshme, por në shumicën e rasteve të dy palë e kanë zbatuar ato detyrat obligimit të përgjithësi që ju ka dhënë treneri. Pavarësisht nga udhëheqja e Ballkanit 2-0, Malisheva u rikthye në ndeshje me 2 gole radhazi, po pastaj edhe goli i treti i Ballkanit dhe kështu u krye. Unë mendoj që në këtë ndeshje Beka ka bënë një vendosje, një paraqitje të skuadrës jashtëzakonisht mirë, por sipas me mendoj që disa individ, do thot në fazën defanzive, nuk kanë qenë të vëmendshëm, nuk kanë qenë të përqendruar, sepse një moment, jo i përqendrimit, koncentrimit, jo marrja e lojtarit në kohë, atëherë automatikisht pëson. Unë mendoj që në këtë ndeshje bashkë kjo ka ndodhur, sepse Malisheva me vërtet ka tregu edhe paraqitjet mirë, po flas lojën e mirë, organizimin e lojës, ka pas edhe sulmin, ka pas edhe atë pjesën mbrojtjet të defanzivën, njëkohësisht që është e natyrshme edhe Ballkani, por diferenca aty ka qenë
në momente, Malisheva ka bo ma tepër gabime se Ballkani. Edhe Ballkani ka pas ato dobësit e veta, ku edhe normalisht Malisheva i ka shfrytzuar, por mendoj që një rezultat të real, po flasë kështu sinqerisht, kishtë qenë baraz edhe për të dy parë, kishtë qenë një satisfakcion. Por futbolli e ka këto. Një befasi, një gabim, një jo përqendrimi i duhur, një shkallësi e kundërshtarit ose ndonjë futbollistit dinak e realizon golin edhe do thot Ballkani fitoj me rezultatin 3-2, por një ndeshje ku kena pa një paraqitje mirë nga të dy palë. Do thot ka pas aksione të ndryshme, aksione të mira, do thot edhe në gjërësi, edhe në thellësi, kështu që ajo më ka pëlqyer shumë, nuk është në momentet caktuar, nuk është punu në atë pjesën të mbyllën, të luajnë defanziv ashtu si duhet, do thot ta keni po thuj se një tren ose një autobus që thoshin për para mbrojtje, se tërësisht mu këthy në mbrojtje, por jo, gjatë gjithë kohës dhe thot të dy palë kanë lujt një lojt haptë edhe një lojt e bukur, edhe rezultati 3-2 dhe thot e ka shfrytzu Ballkanin atë për parësin e vetë dhe normalisht do të thomë që edhe është me merit. Zoti Sejdiu, do t'ju mbaj për fjallë se keni pasën kur është puna për vendin e 2 dhe 3 të Ballkanit dhe Malisheva, ju i keni dhënë për parësi Ballkanit për faktin se keni thënë është skuadrën më përvojë se Malisheva. Dori të jetë pikrish kështu. Ajo është një element, edhe përvoja edhe normal që ajo që so vite dhe pavarësisht që tash organika ka ndryshu nga e organike cila i ka arrit atë rezultatet edhe atë prezentime në Evropë, mirë po është i njëjti klub edhe shumë lojtarë kanë qenë ato. Pavarësisht që kanë qenë titullar ajo. Për atë arsye mendoj se si klub, e ka atë përvojën e mjaftueshme për me menaxhu sidomos kampionatin tonë në mënyrë më të mirë. Mund të them se ka fituar një takim Ramizi tha shumë mirë, ka qenë një takim shumë i baraspeshum, kështu gjatë tërë takimit, me avantazhet dhe mandej barazimi, prap avantazh, dhe më thonë një takim i cili pse ka qenë ma shumë gole dhe është spektakular, është edhe fakti se janë të dy ekipet po thuj se një pozicion ku e kanë atë komoditetin me të regu vlerat e tyre, sidomos Ballkani, pa unë e kom cekë edhe njerë zakonisht të ekipe, cilat janë shkarkume psikologjik edhe nga i presione e rezultateve dhe të objektiva tyre, ato zakonisht janë gjendje me të regu gjithmonë atë kvalitetin në mënyrë maksimale, edhe kështu që edhe Ballkani tash po shihet, po ajo që është më nësime cekë, do të të Ballkani është se këto gjirët e fundit shihet qartë tash që Ballkani përkund atyre vështirësive që i ka pasur, edhe me ndrimin e trajnerëve, por edhe pasardhjet në Nuhiut, jo në ju po Sheut, Orges Sheut. Pasardhjet të Sheut. Orges Sheut. Kishte ato problemet, problematika dhe zoj ekipi, sepse ekipi cili, po them një organit krejtësisht e re, mandej deri është ajo faza adaptimit e komponimit gjithë ato, edhe paka shumë gjithë fillu me dyshu se gjithë ato përforcime që i ka morë Ballkani nuk janë ato adekuate cilat ka pas mundësi me morë për kundar ato në përfitime që i ka pas. Po me gjithë ato takimet e fundit, vret qartë që Ballkani veç është një ekip e cila realisht është stabilizu shumë, shihet që ka krijuar filozofinë e saj të qartë lojës, edhe çdo takim është të tregu lojtarët, ai organika, lojtarët janë të tregu atë cilësinë e tyre në mënyrë reale. Kështu që është domethënë përveç një barazimi 3-3 që pat me Peronik, domethënë gjitha takimet pothuajse i ka fituar edhe i fiton domethënë me shumë siguri. Kështu që tregon që Ballkani veç mendoj që këtë fazë e fundit është shumë rëndësi tash para pjesëmarrjes të garat evropiane, sepse kjo ka blindu veç vendin e dytë, është shumë rëndësi që ka arrit me krijuar stabilitetin e vet, edhe kuptimin e lojës, edhe fizionomisë lojës, filozofisë gjithë aty në senë, gjana, edhe po ka pas një kundërshtar si Malisheva, të cilët gjithë ne mi pajtua dhe gjatë tërë vitit kemi thënë që një ndër ekipet, ndër 3 ekipet që mas shumë të premton edhe për titull kampionit, por që gjithmonë ka qenë këto 2 vitet këtu, mirë po në këto takimet e fundit mendoj që ka pasur një ramje, tash pse është e ramje të nuk mundu me në ato specifikat, po me gjithat një ramje ka, nuk e ka
atë fuqinë edhe atë rrezikshmërinë që ka pas si ekip, ato të regon ko pas kohë gjatë Kjo Ramja, mund t'jithë me ato që keni thëmë përvoja? Është edhe përvoja, por mendoj që, po them ka konë djemë pa paragjyku, sepse po them ne nga jashtë gjithmonë referohemi gjendjes momentale pa kurvar tendenze, po mendoj që dëgja ne jem një popull pak a shumë e kem një lloj mentaliteti i cili domethënë e kem trashëgu me gjenata, jo të ne, po është në Ballkanin përgjithësi. Këto gjërat më të vjetra e dinë kuptimin si kanë thonë ballkanaz, jemi hyrë dhe ne edhe gjithë ato pjesë e Ballkanit, do të ku gjithmonë ka pas talent, ka pas kvalitet, ka pas cilësi. Mirë, po ai mentaliteti i cili nuk na kalon me shfaq gjithmonë ato kualitete, ato talente që kemi pas, është ky mentalitet e pak a shumë jo i qëndrueshëm, jo i mirë, por mendoj që këto po them për arsye se në farforme duke përcjell tash kohën e fundit, pse Malisheva pak nuk e ka stabilitetin. Për shembull, e shohim një Hazrojlla i cili ka qenë për ne gjithmonë një drejtar më të mirë në Superligën e Kosovës. Këto gjë, pavarësisht që sidomos tash me Ballkanin kom po një impenim ti maksimal për me dho maksimum, por gjatë tyre takimeve tjera, mendoj se kjo shitja e hershme do thot në kampionatin e tash që ka kalu një klub jashtë kampionatit tonë, pastaj thirrja brutit në kombëtaren e Shqipërisë. E gjitha këto mendoj që ata janë lojtarë të ri edhe nëse nuk dihet me këto momente me menaxhu me ta mirë. Për më ju tregu që përgjegjësia është ende këto se ju një promovu prej këtij klubit edhe prej këtij kampionatit, edhe deri në ato momente sa një pjesë e këtij klubi, ky klub ka objektivat e qarta deri në fund, ju duhet me qenë përgjegjës edhe me qenë profesionista edhe me dho maksimumin. Por ndysh, jo ata që nuk dojnë, po shtaj vetveti po them ne nëse nuk dimi menaxhu. Edhe shihet pak një lloj nonshallante, një lloj tash na shohim edhe brutin, një lojtar jashtëzakonshëm, këto takimet e fundit shumë herë ka qenë edhe më shumë ka qenë rezervë se titullar. Kjo tregon pak a shumë që jo ata po them ne pa u kesh kuptu, jo që nuk dojnë. Po vetveti ju tash mendoj që është ai, po them, ky është ai lloj mentaliteti i cili ndoshta sepse këta janë lojtar kryesor, cilët e kanë pru Malishevën deri në këtë pozicion, edhe për atë arsye pak a shumë jo impenjimi i tyre, jo shumë me shumë përgjegjësi, mendoj që është deri te kjo luhatja, po pavarësisht kësaj mendoj që përveç nëse Ferizojnë një fitore eventuale të Ferizojnë ndaj Dritës, që është shumë e vështirë, mund të rrezikohet vendi tet, përndryshe edhe Malisheva mendoj që e ka të pozicione ku nuk mund të rrezikohet. Zotë Gjinovci, 5 gola në një takim derbi, tash për shikuesit tanë, në gjitha ata të cilët janë pak një bres më i ri, ju keni qenë në rolin e qendërmbrojtësit, keni luajtur në mbrojtje. A do të thotë që efikasiteti është dështim në mbrojtje apo anasjellës? Sepse 5 gola në një ndeshje vërtet është një efikasitet për lakmin në takime derbi. Unë s'kisha thënë se dështim, po pajtohena me 2 trenerat në parafol që ka thënë gjatë gjithë analizës. Po ka qenë një lojë e hapur nga 2 ekipet, thuaj se të dyjat i kanë siguru dalin në Evropë, diku 80% e kanë siguru dalin në Evropë, dhe të dyjat kanë luajtur lirë, edhe pse Ballkani shkoi në rezultat 2-0, Malisheva nuk u dorëzu, u kthye në lojë, barazon rezultatin, po në prapë mendoj edhe goli i tretë kur rahe se prevoja e Ballkanit është shumë më e madhe se Malishevës, edhe fondi i lojtarëve është më i mirë. Kështu që s'po besoj që është mbrojtja. Nuk po thëmë gabimet ata që tha zoti Krasniqi, që për një moment nuk u spostuan si duhet, sepse këtu goli i tretë u posua pasi që barazoi Malisheva në këtë kuadër, në këtë drejtim ata që tha zoti Krasniqi. Po, zakonisht Malisheva u lirun pak. E hapën lojën pak më shumë, të 2 krahët, Mesri me të qel, tu që Ballkani shfrytëzoi përvojën e vet që ka. Ndër 2 ekipet shumë më të mira në Kosovë, e shfrytëzoi përvojën e vet dhe kaloi nëpërsi. Tu që është fitoria është e merituar në Ballkanit. Deshta me ndërë shumë shkort. Mira tha nga në këto pak ma herët, dhe thëtë këto të hysi, me plot drejt. Kjo është vetëm mentaliteti Ballkanës, sto veçëm Ballkanë është me po, kërkon tjetër. Dhe thëtë, je i ftum, e ki kontratin vetëm gati të pregaditur, 2-3 futbolist, se e cekëm të thëtë edhe Hazrojlla, edhe Bruti, Etniku, edhe automatikisht, jo me dashje, pa vedi është aja.
pak e ngritet një farë në kuptimin që është ajo psikologjike, kështu që në vazhdimësi pastaj ai nuk është ai që ka qenë para disa mujve, ose sezonën e kalume, ose para 5-6 ndeshjeve. Është interesant se sa po ndikon negativisht. Ta shembull konkret, shumë shpejt, shumë shkurt. Një futbollist si Yamal që është, imagjino Barcelona, me 17 vjet. Po ai nuk o Ballkanës. Nuk po flasim ne vetëm për futbollistët tonë, për marrë Ballkanin në përgjithësi. Do thotë, mentaliteti Ballkanës është ajo mënyrë që na dojnë me treguar që na jemi, po jo, masi pozitë na. Do të me kalu ajo, pastaj ka shumë kohë, po i kuptojmë, se janë tri edhe... Këto gjeneratat e reja po ndikojnë shumë ma shumë se të gjeneratat e juve që kanë qenë, tonat pak pra lutë që kena mri, këto të rejat po ndikojnë shumë mentalitet. Zoti Krasniqi, Gjilani, Suareka 3-0, fitore e Gjilanit e cila i ikë zonës e barazhit për një moment, nërsa e fundos shumë Suareken. Një ndeshje me të vërtet, deri në moment ka qenë, po thuj se e baraz peshume, po thëmë deri në një mas, por Gjilani të regoj, do të të prapë sa të këdo, të regoj organizimin dhe cilësinë dhe kvalitetin. Është po shumë kjarë që Suareka e ka një kriz të jashtë zakonshme, ka një ramje drastike dhe problemi kryesor është edhe ma keqja kësaj punë është që ka ramje në fund të kampionatit. Kjo është problemi. Si ishtë duft ma heret me bo atë ndales, tasho shumë vonë. Tasho shumë vonë, sepse shikoni ku është, ju kujtot ku ka qenë Suareka, të gjithë e kemi livdue me të vërtet me plot drejt, arsyeja ka qenë që paraqitja e tyre ka qenë nivel, edhe si skuadrë, si ekip, do të të edhe si me rezultat. Por një kriz, shpesh e kena bo bisedën edhe bashkë me ty, këto, qëka do me thonë nëse dikon e kaplon kriza? Aj që e menagjon krizën, mirë edhe shpejt, aj do të rikthejet. Problemi kryesor, sot do të zgjatë kriza. Nëse zgjatë më tepër se që është e natyrshme ose sportive, shumë problem është mu rikthye. Nëse zgjatë, o zgjatë do të ka vazhdue, është e jashtë zakonisht e vështirë mu rikthye, nuk mund është mu rikthye. E u vetë besimin, e u si kolektiv, pastaj si grup edhe individ. Sepse kur i shkon në skuadrës mirë, ka formë të mirë, është, do thëtë, kolektivi, kem një grup mirë, do thëtë, atë pjesën e sulmit, pas vetë, që në sulm, mesmëshor me sulmus, ju në formë të mirë, pregaditur mirë, do thëtë, na kem besim, po flasë, mbrojtja, ka besim në mes edhe në sulm, sepse jonë të jashtë zakonshëm, çdo ndeshje po na fitojnë. Po, në anën tjetër do thotë na jemi stabil për shkak këtyne. Se kundërshtari ma pak mendon me sulmu, po më mbrojt. Kjo është e ndërlidhën njëna me tjetrin. Ose të kundërtën. Kur fillon mbrojtja me lujt dopt, fillojnë rezultate të dopta, mirën gollat, do thotë edhe bajagi, jo 1-0, 2-1, do thotë 3-0, 4-1, apo këto. Edhe ai sulmi që është përpara e u besimin, po flasë tash si grup, po edhe si individ. Dhe kur jënë situatë me ardhë një me një, e upin sepse nuk e ka atë sigurin. Shumë do me thonë se është që ta kesh stabilitet, edhe nëse të kaplon kriza, sa ma shpejt me eliminue. Por nëse ki në skuadrë futbolist, jo shumë e përvoj, është jashtëzakonisht vështirë. Shumë vështirë sepse rikthimi tyne nuk është i shpejt edhe adekuat sepse nuk kam përvoj. Kurse në një skuadrë ku janë futbolist me shumë përvoj, ka edhe tri, do të thotë është miksi. Atar ma letë e përballojnë edhe do të thotë e shkurtojnë atë krizën edhe rikthejnë. Unë mendoj që këta e ka po Gjilani, sepse na e dim që Gjilani gjithmonë prej fillimit kampionat kemi thonë që ka skuadër jashtëzakonisht mirë, po lunë do, po do të kthehet. Edhe me të vërtet është rikthyet, do të thotë gradualisht, edhe është stabilizuar. Dhe se di, Gjilani fitoj pikët e shpresës e madhe, ndërsa shpresa shumë vogël ta shëtuti për Suarekën.
Po është një fitore në një moment deciziv, sepse ishte vetëm 39 pikë, edhe mendoj që sa di unë pas 4 gjirove është fitoria parë, edhe të një kundërshtari mund të themi direkt. Këto takime janë pak ma specifike, këto fitore e kanë atë vlerë më të madhe, edhe nëse shohim rezultatin 3-0, atëherë mendohet që ka qenë një fitore e lehtë, po megjithatë nuk ka qenë, sepse edhe tek 1-0, deri tek goli, unë e kom përcjell ndeshën, Suareka ka qenë shumë rrezikshme, edhe tash është interesant kur e studiojmë Suarekën, edhe shohim se edhe çka është çështja e futbollit kur hin atë krizën, edhe rezultate vërtet është e pjesa fate që ta shëtojnë që të thënë shpindën edhe pastaj vërtet është problem. Jo disa epizode nëse e rikthej mirë retrospektiv gjanat edhe i shohim, tek 0-0 në 2 raste, po thuajse për pak detaje ka mujt me marrë në avantazh që pastaj rrjedha takimit kishte më qenë keq ndryshe. Kto është ai fati, një prekje me dorë apo diçka dhe kështu që mendoj që Suareka u pa që ka hyrë me çdo kush me fituar një takim sepse alternativet nuk ka pas. Mirë po Ramiz Eceko, Gjilani, gjithmonë e kemi potencuar dhe përkundër asaj që ne mund ta quajmë si opinion që është një zhgënjim Gjilani ky kampionat, përkundër investime dhe kualitetit që ka në ekip, në momente më dura tregoj atë klasin e vet, tregoj kualitetin edhe individual, sepse një thaç i cili vërtet i bën ato krosimet në mënyrë perfekte, pastaj Jarović i cili është në zonë i jashtëzakonshëm me kokë, do janë individ cilët me ato veprimet e tyre pastaj edhe në momente caktuara tregojnë veten edhe fitojnë takimin. Kështu që po thënë një fitore mund quhet e lehtë kështu me rezultat, mirë, po një fitore shumë e rëndësishme e cila për momentin e largon nga zona e barrazhit, por deri në fund. Ndërsa humbja e Suarekës tash për me qenë korrekt, ka gjase ende, por mendoj që kjo humbje vërtet i ka vështirësuar gjana sepse me 33 pikë vendin e parafundit është shumë vështirë me mori kthy tash sepse edhe gjitha këto ekipet kanë për çka me luftu, gjitha këto deri tek vendi 3 domethënë janë që luftojnë tash për të njëjtin objektiv mik barrazhit, ato vetëm plus minus 3 pikë janë. Kështu që mendoj që vërtet është një situatë shumë vështirë, po do të më cek edhe një gjatë tek Suareka. Është interesant se këtë krizën që e cekua Ramizi që e tha që nuk kanë mujtë më rikthy, është interesant se edhe me ndrimin e trajnera, asnjë trajner nuk ka arrit me rikthy këtë krizë, me rekuperu këtë krizë, me dalë për krizës. Kështu që këtu tash bën me dyshu pak a shumë që ndoshta këtu nuk është faji tek trajnerat, se mund të ketë faj një trajner apo dy, po të 3 trajnerat që të ndru, është e njëjta situatë, njëjta rezultate, njëjta krizë. Këtu është një çështje që do të më pasaj më diskutu pak ma gjatë, sepse vërtet asnjë trajner mos e mujt me rikthy gjëra. Përkundër kualitetit që ka, atëherë kjo është pak shqetësuese edhe për atë arsye mendoj që është edhe në pozicionin kusht. Gjinov që kjo humbje e Suarekës i komplikon shumë gjërat për këtë skuadër. Sigurisht që tash tutje është edhe vështirë më të luhet sepse duhet ndjek këtë rezultati. Edhe dim që në teorinë e futbollit, sportit përgjithsisht, ai që ndjek rezultatin, jo gjithmonë e zën rezultatin, sepse është shpat me dyteja kjo. Po, të e po formën e Suarekës, është pa kuptim me ditë pse u gjithë kjo ramje. Ta këshëm po sezonin e kaluar na kena thonë që do të shkon 4 vendet e para. Po kjo ramje kaq drastike që thanë 2 trajnera që thanë, është e pa kuptueshme, pa imagjinueshme, me gjitha të përforcime. Nuk po mujnë me kuptu, jo na këtu qenë, po as ata vetë po mujnë me kuptu se kjo ramje ka që madhe. Kjo thuje veç me një kom është në ligën e parë. Gjilani me prevojnë që ka deri te golli e përsis kanë qenë një lojë shumë e baraspeshuar, që tha trajneri, shumë ka qenë e baraspeshuar, po me gollin e parë thuje që këta veçëron, duke ndjekur rezultatin që the ti, gjithë do të psesh. Kështu që unë e tham që kjo me një kom është veç në ligën e parë, Gjilani ka shpresa për vendin e 4, ka edhe ekip, që ta trajneri me tha që me Jarovićin ka një ekip stabil që kanë shansa për medalën e Evropë. Zoti Krasniqi pikë shpresës fitoi sot edhe Dugazhini me Frenikerin, i cili përkundër faktit që nuk ka gjasa teorike për mbijetesë, po luan një lojë fair play maksimalisht.
E kom këshyrë në deshjen, dëgjoj, mas, më kujtu dishka. Këto ndeshjen më të vështira mu lujtë. Këto ndeshje që e ka lujtë sot në Dugazini. është shumë problem me lujtë me një skuadër, e cila është e rame prej ligës, por nuk dorëzohet, që është për çdo lavdat, me të vërtet do të më urue aty në dinmoshave për paraqitjen edhe për lojën që po tregojnë. Mas pari është nga aspekti psikologjik, si mi bind lojtar që duhet me lujtë në maksimum, me një seriozitet maksimum, sepse mos mendoni që ata janë ra prej ligës edhe kome qenë letë. Shumë problem është, shumë vështirë është. Pra po e kthem në atë që është krejt varet për mentalitetit dhe për karakterit të futbolistëve. Jo më sa i bindun që edhe ajo është dëshmuar që Dugazini ka bo paraqitje edhe loj shumë më të mira me skuadra shumë më të mirë edhe ka fituar se për shembull me Feronikelin, që është i rënë prej ligës. Ky është problemi gjithkund, po sidomos tani. Realisht me fol, sa do këtë ndoshta golet jonë ra, por ka qenë vështirë. Goli i barazimit Feronikelit do thotë, më fal, i Dugazinit ka qenë mere fillim pjesë parë. Tash veç nisëm nga një imagjinat. Mos t'i shrom brenda 20 minutave. Çfarë rrjedhë kish pas ndeshja? Rrjedhët jashtëzakonisht vështira edhe kish filluar edhe problematika në kuptimin e ngacmimit lojtarëve, dueleve, kartuqeve, edhe kish qenë shumë më vështirë për referim. Me menaxhu. Me menaxhue. Po për fat mirë, do të thotë për Dugazinin, shumë shpejt ra goli. Sa do këto pak është një farë lloj qetësie shpirtërore, por të vazhdojmë edhe më shumë. Ta jepim edhe golin e dytë, do thotë, vim deri te fitoria. Stimulon ajo, shtin me lujt. Edhe sidomos nëse unë ato pe përvojës po flas, nëse në një skuadër nuk ka lider me udhëheq ekipën, ai ekip nuk ka vlerë të madhe. Ai mund të qenë ekip e madhe, por nuk ka vlerë të madhe. Në çdo ekip duhet të ketë lider. Ndikosh duhet gjithmonë me ngrit skuadrën kur është mas vështirë. Se kur shkon puna mirë, kur kem rezultat mirë, krejt janë lider. Po kur është mas vështirë, krejt bin, lideri ngritet, ajo është ai vërteti i cili nuk lejon skuadrën me ra. Ajo është futbollisti i jashtëzakonshëm. Ta trek komplet skuadrën, edhe kërkom për komplet skuadrës që thot him në loj edhe ta rikthejmë rezultatin favorin ton. Ajo është skuadra e mirë. Nëse nuk ka atër është jashtëzakonisht vështirë, sepse nuk mund ti mi gjetë 2-3 vetë që thot, djema, se nuk e ndigjon ai këtu, po ne i del. Qëtu është ai problemi, thot. Skuadra duhet ta ketë një lider, i cili gjithmonë jep ton lojës, i shtyn futbollist, i motivon futbollist, i tërheq me veti, me veprimet e tij, ai i tregon shokëve çka duhet me bëj dhe si duhet me bëj. Zoti Sediu, të takimin Dugazini Feronikeli 2-1, shumë bukur e shpjegoi zoti Krasiqi se tashmë janë duelet e vështira. Dhe nga kjo më doli pyetja shumë e logjikshme se tash e tutje kur përballen këto skuadra të cilat mundohen që të ikin zonën e rrezikshme. Imperativ është fitoria, pavarësisht që shluhet, se më nuk ka lojë të bukur për sy në këto raste. Po, këtë rast për Dugazin, takimi që sta edhe jo edhe trajneri Ramiz, sidomos për Dugazinin, një ndër takimet më të vështira. Tash, logjikisht se mund të qenë më vështira kur ka pas kundërshtar një kundërshtar që veç ka nga liga. Janë më të vështira për atë arsye sepse një kundërshtar i cili ne kemi cek edhe njerë, gjithmonë është më i paprashtashme sepse nuk ka çka hub, është e shkarkuar psikologjikisht, përkundër të saj janë shumë të motivuar me tregu futboll, janë zakonisht më vështira. Pastaj kjo pjesa tjetër pse ka qenë takimi më i vështirë? Sepse një ekip e cila lufton për diçka, sidomos Dugazini tash për me ik barazhit, ka një takim edhe ka një kundërshtar ku detyrimisht duhet me fitu. Tash, në futboll logjika nuk t'ja duhet me thonë detyrimisht, po megjithatë është një kundërshtar që ti e detyruar me fitu këtë takim. Sepse nëse luan me dritën, me Ballkanin apo Malisheven, ti shkon me fitu sepse imperativ është fitore, sepse duhet
Megjithatë, nuk është një lloj detyrimi sepse ki kundërshtarin, por kundër Feronik është detyrim këtë moment. Kështu që është një pastaj një ajo është situatë shumë e vështirë psikologjike e Dugaxhinit për me tregu, domethënë atë nivelin e dur për me fitu këtë takim. Kështu që për atë arsye Dugaxhini ka qenë sot e ka pas një ndër takimet më të vështira, po them. Edhe përkundër disavantazhit, do thonë fati i saj vërtet që shumë herët e barazoi edhe Aramizën sepse janë ato momente me kalimin e kohës, pastaj edhe vjen të humbja e besimit, të ramja e moralit, pastaj vin nervoza edhe kështu që madel e shet që po përfundon takimi i kohë edhe ti je jashtë asaj që ke planifiku. Por ajo që vlen tash ishte që këtë ju, tash nuk shiqohet as futbolli bukur, as mënyrën si se ke fitu, është më nësi rezultatit, 3 pikë. Kështu që Dugaxhini, normal po them ne, ka pas detyrim me fitu këtë takim edhe ka arrit, jo let, por është më nësi që ka arrit edhe tash do më thonë është ato me gjithë të skuadra tjera për deri në fund për të ikë barazhit. Ajo që duhet të veçohet që e kemi thënë shumë herë, shumë shpesh në këtë studio, që Feronikeri pavarësisht që tashmë nuk ka gjasa teorike për të mbetur në elitën e futbollit, ka demonstruar një lojë shumë korrekte, shumë fair play, që në fakt nëse mund gjetë një shprehje atëherë nëse dikujt i takon një mirënjohje të fair play-it, pikërisht është kjo skuadër. I përgëzoj unë si stan trajnerit më i përgëzoj Feronikën për lojën që janë duke bërë. Një lojë shumë mirë për sy, ta nuk kanë çka humbin, po përgatiten për ligën e parë. Kështu që janë të përgatitur ekipin. Ndërsa për Dugaxhinin një fitore shumë e vështirë. Fati që u brazu më njëherë në minutën e parë ose dytë, pjesës dytë, dhe erdhë shumë a letë të fitoria. Edhe pse patën në raste shumë në pjesën e parë, edhe në pjesën e dytë, po një fitore shumë e vështirë, sepse si që kishtë janë madë ngarkumë se përdasht që gjithë qysht të fitojnë lojen dhe të ndjekin rezultatin. Kështu që unë i përgëzoj 2 ekipet për një lojë të mirë, borërore, edhe Feronik lit i uraj ligën e parë të baj lojë të mira që mos të prishet kampionati. Kështu që unë i përgëzoj lojtarët e Feronikut për lojën që janë duke bërë deri më tash. Dhe grasin që nesër do të takon Llapi Prishtina përkatësisht Feriza edhe Drita. Llapi Prishtina një ndeshje e cila veçohet në këtë gjiro për faktin se edhe njëra dhe para tjetër çuditërisht në pjesën e poshtme të tabelës së klasifikimit. Këtu duhet me marrë shumë psikolog edhe me bo një hullumtim edhe një është jashtë në këtë vështirë me kuptua si ramje drastike, sepse këtu të bëhet një analizë e thukt për të 2 skuadra, sikur për Llapin ashtu edhe për Prishtinën. Mirë, Prishtina në këto gjirët e fundit ka bëhet dhe thot rami graduale, por Llapi një kohë gjatë është në krizë. Unë rekomendu që do të rikthehet sezonën pranverore, mas gjiros 3, 4, 5, por i jashtëzakonisht vështirë, po rikthehet. Momente, do të jetë jashtëzakonisht vështirë kjo ndeshje. Do të jetë një ndeshje me shumë peshë, me shumë rëndësi. Tash mendoj që këtu do të lunë sipas me aspekti psikologjik, më tepër, sepse rreth përgatitjes fizike, tekniko-taktike edhe tjera gjëra ta njerë me zveti, sepse këtu nuk mundesh me ndonjë futbollist që se një kërkosh e me thonë na be fasaj, ose taktikisht me vendos skuadrën në fush, por do tjetë, pra po thëmë nga aspekti psikologjik, kush do tjetë ma i përqendrum në ndeshje, kush do tjetë ma i ngarkum, do të ketë ma shumë probleme. Të 2 skuadra janë skuadrat mira, me një, si të them, me një minus të vogël Prishtina që nuk ka atë përvojnë që e ka Llapi, po flasë në strukturën e lojtarëve, në ekip, por
Prishtina e ka ato që Llapi ndoshta nuk e ka se e ka rinin, në futbolist të ri që vrapojnë shumë, angazhohen shumë, shumë disiplinu, kanë tregu edhe në përndeshje, shpresoj edhe kam dëshirë bëhet një ndeshje e bukur e mirë, por do t'jetë vështirë për shkak se pesha e lojës edhe rezultatit do të ndikon si pas me shumë në ndoshta edhe në lojë të bukur. Dhe se dhe do kiks eventuali njerëz apo palës tjetër, më shumë i ngatron situatën për faktin se edhe njerë dhe pare tjetër e në zonën e barazhit. Me nga 39 pikë, Prishtina është e 7, Llapi është i 8. Po, pikë t'i kanë njëjta, do të të janë zonë e barazhit. është interesant që janë dy ekipet cilat edhe do të ndeshin finalin e kupës. Edhe shumë interesant është kur të dy takimet janë e kanë atë peshën e vetë, edhe finalja kupës për daljen në Evropë, po njëkohësisht tash fillimisht e kanë këtë objektive me ikë barazhit. Janë një situatë pothuajse identike në gjithë aspektet, edhe shumë varet për këtë rezultati, domethënë ecuria të dy ekipe varet për këtë rezultat, sidomos e Llapit, sepse po shihet Prishtina në gjërën e ardhshme ose në tjerat mund të them që e ka pak orari më të mirë, po shumë është më rëndësi. Në rast cili ekip të fiton, atëherë unë them që paka shumë letë do t'ja lejoj vetet punën në këto takimet e radhës, sepse pastaj me një fitore eventuale se cili ekip, po them njerë ngritet morali vetë besimi që është shumë rëndësi këtë fazën finale, ndërsa një rast dështimi atëherë vërtet do të ishë një situatë, cila do ekip dështoj do t'jenë një situatë shumë të ranë. Kur them ne shumë të ranë, është ajo që sepse pastaj cila do ekip që dështon tash, vërtet do të hynë atë fazën e ati presionit të ata shumë deri në fund që pastaj nuk di se sa do t'jenë gjendje, se ato madej varen për me menagju me atë situatë shumë pa favorshme. Në fund kampionatë mendoj shumë janë disa faktorë cilët nuk di se cilat skuadra do të mundë me menagju atë presion që ka edhe atë krizë që do të hyjë. Është një takim, po them, deċiziv për të dy ekipet, sidomos për Llapin, sepse për ata që janë vendas një farforme, është ma shumë një obligim ma i madhë për me fitu takimin, sepse është rasti ty në të me shfrytzu faktorin fush edhe si vendas, sidomos për Llapin. Janë një, po them, një fazë pavarësisht zonës të ku janë, unë mendoj që Llapi është në këto 3 takimet e fundit e ka një ngritjet madhe edhe hynë këtë takim me një formë mendoj solide, sepse ka po disa rezultate shumë të mira deri më tash, shumë rëndësi. E kom pa një lajm këto takimet e fundit ku vërtet janë të treguar kvalitetet që kanë, sepse janë dalë prej ati presione që kanë pas psikologjik edhe tash malet për tregojnë vlerat e tyre. Po ashtu edhe Prishtina, edhe me kalimin kupë, edhe me disa rezultate, mendoj që janë një nivel komplet të barabartë në këtë takim, por shumë gjësëzi për dy ekipe, dhe më thonë. Në rast të fitore apo dështimi, unë mendoj që është një moment i jashtëzakonshëm. Pavarësisht që është herët, por nga njerë janë disa momente ma specifike cilat tregojnë shumë të ardhme. Kështu që është një takim, po them, jetik për të dy ekipet. Gjinovë, si parlamenti, zotit Sejdiv, që është takimi i kupës. Dhe kjo është një test i mirë për të dyja skuadra, për faktin se nëse në rastin e parë, edhe në rastin e dytë, më nuk ka kalkulime. Po, se që të seki Gani Llapi ka një ngritje, se është 34 gjirët e fundit që nuk ka humbë në ligë, ndërsa Prishtina ka një ramje në ligë, se ka qenë më lartë, ka një ramje, të janë finalist. Po, ta është loja mes tyne, unë e shëpë si bara spesh në dy onë, shamë, se zakonisht, unë si lojtarë kërë këna lukë, kërë këna thokë, po lumë me Prishtinën, në ka ndiku pak psikikisht. Tu që mendoj që edhe të Llapi ka me ndiku psikikisht, se Prishtina është e me një madhe. Mundet me ndiku psikikisht, por mundet dhe me motivu lojtari kundërshtar, se Prishtina gjithmonë motivon kundërshtari. Zakonisht, ajo ndikon shumë psikikisht, lojtarë ndikon shumë psikikisht, edhe për të mirë, edhe për të keq, për në dy onë, motivim, demotivim. Kështu që unë e pres një lojtë, mendoj që do të dalë në baraz. është mendimi jam, kështu që e pres një lojtë mirë nga dy palët.
Kalojmë atë një takim tjetër që do të zhvillohet ditën e hënë, Ferizaj Drita, skuadra Ferizajit është 3 në gjirët e fundit për t'ja rikujtuar edhe kryetrenerit të Ferizajit, Arsim Abazin në shtadë për nga përqedh, prej se ka arë në studion në Radio Televizionin Nisimi nuk ka humbur. Më dhënë, tash e pret Dritën, një skuadrë e cila thuaj se është shumë komode, edhe pse teoretikisht ende nuk e ka siguruar titull e kampionit. Nërsa Ferizajt i duan pikët me do mos do. Ko ka mirë ma shpesh me ftu atëre. Me ftu. Të mërë më sara me ftu. Me të vërtet befasi Ferizajt në kuptimin sepse pat një krizë me të vërtet pak ma të gjatë, po u rikëthy edhe realisht me folë të them që u këthy furishëm sepse deri me tani asë një ndeshje nuk e ka tumbën në shtëpi. është një pozit jashtëzakonisht mirë, do të thotë me 42 pikë. Kjo ndeshja që me Dritën, Drita veni i parë, formën konstante, shumë futbollist cilësor, një skuadër shumë e mire komponume, me përvojë edhe me kvalitet. Nëse Ferizaj i lunë Baraz, unë menoj që ka përmbush objektivin, si pas me. Me fitue edhe ma mirë. Por, mendoj që Drita nuk do të mundohet, do të mendoj për pak thash, nuk do të lejon, se nuk varet vetëm për i Dritës, varet edhe për i Ferizaj. Kështë që Drita do tjetë syqel, gatshme, për shkak se e ka veç një formë të mirë në kontinuitet, konstant, shpeshere ajo përvoja e Dritës, komponimi i skuadrës, cilësia e bën shpeshere ndryshimin e lojë dhe rikthimin e rezultatit. Mendoj që do tjetë një lojë e mirë, edhe pra po thëmë, ndoshta mos t'jem skeptik, po mendoj që Ferizaj nëse lunë Baraz, unë e kisha lujtë në atletër, si trener. Kjo një porosi e mirë. Jo, nuk është për, unë e thash, unë, si trener po mirë dhe? Thash, sepse kjo është në vendin e parë, në kuptimin që ta kem barazimin. Ta është një porosi e mirë për trenerin e Ferizaj që ta jo se i dhënohet të një arsimi. Ta kem barazim, ganë të një edhe ganën është ta thëtë, e këshyri ma e kem mendimit njëtë, ta kem një barazim të sigur të apo këto në dorë, në gjep, qëka të mujë me bo ma tepër, do të bojmë. Sepse kjo është forma konstante e Dritës që nuk është një ekipe cila do të të është herë në forme, herë jashtë forme. Do të pa e ka një formë konstante, kështu që do të edhe me ditë kundërshtarin, edhe me ditë mjaft mirë me njoft, për e mujtë me nëzirë edhe do shtë edhe 3 pika. Jo vetëm një. Në kuptimin që une do t'jem shumë i knaqe me 1 pik, kryesisht do t'jem i përqendrum kështu taktikisht që do t'a vendos skuadrën a edin, edhe në momentet caktume t'jem shumë i rrezikshëm, ku mund t'a denoj kundërshtarin, si mba situatës, prap do të vendos në pozicionon ashtu si duhet, do të ta kem një siguri, sepse t'jem shumë realim. Ferizaj Drita, po mund t'jetë edhe e kundërta, mund të bën një paraqitje Drita, më falë Ferizaj të mirë, edhe të bën befasuj, edhe ta mund Dritën. Por nëse shojmë e cunin e Dritës në vazhdimësi, nuk mekën nga mendja në ndeshje në Prishtinë, Prishtina po udhëheq edhe e u ndeshjen për shkak se ka ndeshtë edhe një me dhonë. Rruja ato që ka e kje, po përvoja bën të vetën, në të taj rikëthimi rezultatit të Dritës është krejt puna e përvojës, kvalitet, cilësisë dhe komponimi i skuadrës, dhe thotë, deri jënë metë edhe 1 minutë e gjysë. Ata për 1 minutë e gjysë, ta e për ngollim, pse? Sepse është një skuadrë, një ekip cilësore, kanë përvojë, ku që Prishtina ka qenë e kundërta. Mu pra të shkak, edhe them ato, kisha qenë unë në këtë pozit, ashtu kisha veprua, kisha mendua, tash, a do të ish realizua ajo, se jo, ajo është
është diçka tjetër. Kështu që, sigurisht, do të bëhet një ndeshje mirë, e bukur, edhe shpresoj do tjetë edhe një rezultat. Unë isha konë realisht të knasën me Barës. Mëse se di, si kishtë reagu ju? Ne, në që se treneri ka ato dhe vetë, nëse bazojme në deklaratën e trenerit Arsim që ka qenë në emisionin Vara Prag, ajë në abonim e dje, po bashkë kemi qenë, po, ajë në abonim e dje që është një trener e cili me ekipin e ti, gjithë ta kemë hynë me të njëjtën qëllim, me të njëjtën synim, me të njëjtën formë taktike, dhe më thonë, me një presion të lartë, me gjithsesi fitore, dhe më thonë, nuk kalkulin absolut lojën e zi. Tash, ajo është e drejtë specifike gjithë trenerit, me zgjedh formën, me gjithat unë mendoj edhe pajtonë e Maramizin, janë disa momente kur vërtet do të më të regu pak më kujdesshëm, do është ta vetë situata dhe kundërshtarit shtin me ndru strategji, edhe mendoj që Ferizaj është një momentum tash, para këti takimi, unë mendoj të volitshëm, duke llogarit edhe pozicionin me një takim a pak është 22 pikë, është një zonë kështu të komode, edhe ajo bajtona plotësisht, edhe unë një treneri që li këtë takim më do isha hy, se dikush të keq kupton, do të thonë ta nxjerr atë mendimin jashtë kontestit, sepse kur thumë një barazim e kënaqur, atëherë ti myj vetëm me barazim. Kjo nuk në kupton që ti nuk e kërkon fitore. Megjithatë, kur të përgatitesh se do të me llogarit edhe kundërshtarin, e kije kampionin e ardhshëm, sipas gjitha gjasave, ekipën më të fuqishme cila është e ka, po them ne atë komoditetin për me tregu fuqinë që e ka, sepse veç është shpall kampion, edhe këto ekipe zakonisht si Feronikit që është ra dhe është problematike, paramendot është drita se çfarë fuqie ka në këto raste, do të pak një farform me një kalkulim me bo taktik, sidomos përgatitjen e ekipit, duke llogarit kundërshtarin, me kërku fitoren, sepse si kërkohet ato fitore, nuk është e pamunshme, duke llogarit që Ferizaj vërtet do tjetë një atmosfera atashme. Ne e pom që ekipi Ferizajt e ka rikthyer entuziazmin të publiku, kemi pom takimin e kaluar me Prishtinën prej Ferizaj sa shikues kanore, ajo është një tregues që vërtet qyteti është duke përkrahur shumë, me plot merit, kështu që do të jetë një atmosferë jashtëzakonshme, edhe mendoj që është një faktor që do t'i ndihmojë shumë Ferizaj, duke llogarit publika, duke llogarit edhe mentalitetin e tyre si vendas, ku vërtet janë shumë suksesshëm si vendas. Mirë po, gjitha këto elemente ata do të më shfrytëzu për me fitu takimin, sepse me fitore eventuale unë mendoj që kjo përfundimisht do del nga ajo kriza edhe do të hyj në garën për vendin e kartës, se do t'i afrohet vetëm 2 pikë. Mirë po, do të me qenë shumë e kujdesshme me atë euforia, atë entuziazëm që do të krijohet edhe atmosfera, se që mos ta humb takimin. Edhe 1 pikë, do të ta kërkoj fitore me dojmos, por me shumë kujdes do të thotë mos me dal jashtë ekuilibrit, edhe mos me rreziku të paktën humbjen, sepse një humbje eventuale do të kishte pasoja të mëdha. Edhe 1 pikë në rast se jo fitores do të kishte peshë të mëdha. Është është kjo që tha Gania. Përveç ti e fiton 1 pikë, kundërshtari nuk i merr 3 pika, po merr 1 pikë edhe kundërshtari. Edhe 5 xhiro janë. Po. Qysh po? Po, edhe 5 xhiro. Po, ato do të me llogarit, sepse në 5 xhiro ti nuk ki shans mo mi rikthye. Unë ashtu logjikoj. Sakt. Krejt është kjo planifikimi, dhe thot, duhesh me ditë edhe sa xhiro janë, edhe planifikon me pas 10 xhiro. Edhe këndë ki kundërshtar. Shkon fitore. Edhe këndë ki kundërshtar. Po kjo, unë mu prashka. Pës po na i dhot arsimit të një. Takimi Ferizaj Drita, e përmendem një bisedë shumë relaksuese, pos analitike që po bëhet shumë mundiva mirë beso, po kur jemi tek Ferizaj Drita, dy thëmë do të jemë një moment që ka ndodhë në karierën si gazetar. Luan të Prishtina Drita në stadiumin e qytetit sot Fadil Vokri, zoti Gjinoci ka qenë i lënduar. Unë isa më ja thonë emrin që po mungon, po djetë mungesa i si Gjinocit, mu shi prej trunit, i thash një lojtari tjetër, kur erë, i shkon të më dëgjue, kisha pas më basë, tha të marë, thash edhe ta kom haru emrin. Kështu se, deshta me ta cekit loj, që nuk kemi haru, kom haru aty, pjesën 2 të kom përmendë emrin, sot fëtu më mësuj. Ne i kisha thonë arsimit, dëgjo prevojen, që thonë 2 trenerat. Hien me morë pak, ndështë ta del ma shumë në shka. Që
për dritën s'kem që ka flasë, më të thuje veç është si kampion, qka del, diqka të frizoj një pikë, ndalë të dhe ma shumë ma mirë, po drita ka një fund lejtarve shumë të mirë, frizoj janë shumë të ri, kështu që përvoja është në nënën e dritës që. Hinë për një barazim, dalë diqka ma shumë, është e mirë se ardhën, kështu që unë kisha thua arsimit dhe gjë 2 trenerat. Jo, po s'ka të qase, tani fiton e thëtë se. Jo, po, kjo është e natyrshme në kuptimin se njeri pe i përvojës përfiton shumë. Shpeshere ka ndodhë, dhe thëtë po hinë në këtë ndeshje, ko me fitue, se vullneti dëshira të gjithë neve është me fitue. Dele kundërta, kur e kena bo logari pastaj, so gjiroja na jemi në minus, se nuk i kiti pas kësaj edhe 10 gjiro, që këtu mu i mund zirë, edhe këtu i kompenzoj. Dhe thot, kjo krejt dërlidhet dhe thot, me gjirot sa janë, për me mujtë me kompenzu ato pikat. Në atë aspekt unë mendoj që edhe Gania njëjtë ashtu, dhe thot, sepse pak gjiro është, ja, ti do të me pas kujdes, sepse një loja e dytë, dhe thot, një humbje, një barazim, loja e tretë, ti veç nuk lunjë ashtu si ke lujë deri më tani. Pse? Sepse poshtje. I up 3 pika, këtu vetëm 1 pikë e fitu në shpe. Pe 6 pikave të 1 pikë. Pak gjiro ku të zirësh. Mu për atë shka unë mendova ashtu. Unë e thash mendimin tim se unë kisha vepru ashtu. Do të më mendu edhe pak kundeshtarin qëfare e ka. Po sigur, ata e pa tjetër. Ajo është kryesore, do të më mendu qëfar kundeshtari ka që. Shumë normale, shumë normale. Zoti Gjinosi, t'ju kujtohet taj moment që e përmenda? Po, shumë mirë më kujtohet. Shumë mirë. Ti ka stari ri pas kësë. Jo, është një moment që kam betë në kujtes. Po, si do që tjetë këto takimet të cilët ne i folem, edhe deshta të flasim edhe për finalin e kupës, po e prekem to që kanë mu taku. Dhe mozoj ishte knasi që ju pata në studio, falenderit shumë, ju presim për sëri që t'ja analizojmë këto ndeshje, dhe Zoti Krasniqi, Zoti Sejdiu dhe Zoti Gjinosi, falenderit që ishi. Ishte knasi, falenderit. Shqivos në ruar, që bëjmë e dije që në kuadrët të gjirës së 32, në javën tjetër do të takojmë Feronikeli Gjirani, Malisheva Dugazini, Prishtina, Balkanit, Drita Allapi dhe Suare Kaferizaj. Do të kalojmë shpejt të Liga e parë, takimet të cilët janë zhvilluar në kuadrët të javës së 24 të Raiffeisen Liga e parë grupi A. Këto janë rezultatet të Trepça 89 me vllaznimin 2-0, Liria Prishtina 1-0, Drenica Besa 3-2, Raoveci Rilindja pa gola 0-0 dhe Mitrovica Istogu 3-5. Tabela klasifikimit ka këtë rënditje, Drenica vazhdon të pri me 29 pikë, ndjekur nga Liria me 26 pikë. Trepça 89 është e treta me 23 pikë, vllaznimi është i 4 me 21 pikë. E 5 Trepça me 38 pikë, e 6 Besa 28 pikë, se ka Rilindja 7. Në pozitën e 8 Istogu 27 pikë, Raoveci është i parafundit i 9 me 17 pikë, nërsa tabelën e klasifikimit e përmbyll Mitrovica me vetëm 1 pikë, 11 pikë. Kalojmë te grupi B, Flamurtari Dykoriku në derbi lokal 1-1, Rami Sadiku Dinamo 2-0, Bushtria Keku 2-0, Kika Fushkosova 2-1, Prishtina Re Vjosa 1-0. Kryeson Prishtina Re me 60 pikë të tubuara në tabelën e klasifikimit, e dyta është Bushtria me 58 pikë, Rami Sadiku është i treti me 22 pikë, Dinamo 4 me 34 pikë, 5 është Keku me 30 pikë, 6 është Dykoriku me 27 pikë, e Kika është 7 me 26 pikë, 8 është Vjosa me 25 pikë, ndërsa Fushkosova është e parafundit e 9 me 22 pikë, tabelën e përmbyll Flamurtari me 12 pikë, edhe pse ju thash faleminderit, nuk po mund prapë se kur e përmenda Flamurtarin bët me kokë, Zoti Krasniqi. Me të vërtet është një moment i vështirë për të gjithë ata që kanë qenë pjesë e klubit futbolistik Flamurtarit, një klub me shumë tradit dhe djetë kur është formu edhe vjen në këtë gjendje është shumë e trishtueshme, tregu drejt, sepse unë e kom nisë hapat e para në Flamurtar dhe thot ka qenë një trambolin për mu edhe shumë kolegë dhe shokët e mi që jemi ndalë nga Flamurtari, edhe kemi mri dhe thot këtë karierë, edhe të vjen këtë citat një klub i tilë, me të vërtet pendi vetër shumë të idhrushëm edhe me vjen shumë keq. Tu e përbyllim përfundimisht bisede me mësafirt në studio, do të kalojmë në rubrika tjera të cilët i kemi planifikuar.
Shikos nderuar, në vetë kreun e emisionit thamë që për dy ditë rresht në Ferizaj është organizuar turneu final i Kupës Kosovës në handball në të dyja konkurenca femra dhe meshkuj. Se si janë zhvilluar takimet finali i Stogu Ferizaj përkatësisht Kasioti Besa, do të mësoni në kronikat që kemi realizuar. Në konkurencën e femrëve, Kupën e Kosovës e fitoi i Stogu që mposhti në finale Ferizajn me rezultat 32-28. Pjesa parë ishte barabartë 13-13, mirë po skuadra kampione i Stogu ndezi motorët në pjesën e dytë u shkëput me rezultat dhe në fund fitoi me 4 gole përsi. Dy handbolistët më efikaset e i Stogut në këtë ndeshje ishin Paulo Sebastiao dhe Lana Pavicevic me nga 9 gola, ndërsa në radhët e ekipit Ferizajas u dallua Kamara Salamentu me 11 realizime. Tani të dy skuadrat përqendrohen në play-offin e kampionatit, ku i Stogu përballet në gjysmëfinale me Shqiponjen, ndërsa Ferizaj takohet me Samandrezhen. Kasioti është fituesi i Kupës së Kosovës në konkurrencën e meshkujve në finale mposhti Besa Pamgas me rezultatin 29-24. Pjesa e parë e takimit ishte e baraspeshuar, ku finishi takoi peanëve, të cilët përmbyllën këtë periudhë me përsi minimale 15-14. Pjesa e dytë u dominuar nga Kasioti, i cili kontrolloi lojën dhe rezultatin për ta përmbyllur takimin me fitore plotësisht të merituar 29-24. Qyteti Ferizajt për 2 ditë rresht hapi dyer për dashamirët e handbollit, ndërsa ata që nuk patën mundësi të jenë atje, hapen dritarin e tyre të informimit Radio Televizionin 21, i cili fillim dhe mbarim përcolli këtë aktivitet që kaloi provimin me 10 të pastër. Dhe të gjithë atyre që finalet i shndruan në ngjarje dhe spektakël, ju lumt. Kalojmë nga një blok në tjetrin, do të ndalemi tek basketbolli, flasim për play-offin e garave, veçohet ndeshja e rivalëve të vjetër Trepça dhe Sigal Prishtina. Kronika në vazhdim. Ballafaqimi i tretë i rivalëve të vjetër në serin gjysmëfinale të play-offit i takoi kampionës së basketbollit kosovar Trepçës, e cila mposhti Sigal Prishtinën në minatorën e stërmbushur në Mitrovic me rezultat 67-61, për të kthyer avantazhin në serinë e përgjithshme 2-1. Fituesi sfidës së tretë u përcaktua në çerekun e katërt, ku Prishtinasit për 8 minuta shënuan vetëm 1 pikë, ndërsa vendësit ishin pak më të mirë dhe triumfuan në fund me 6 pikë përsi. Më i miri në radhët e xetarëve ishte qendra amerikane Michael Myers me 15 pikë 8 kërcime, ndërsa në radhët e mysafirëve u dallua përsëri Donte Clark me 18 pikë 4 kërcime 4 asistime. Se skuadrat në parket nuk ishin në lartësi në atmosferës që krijuan shikuesit në tribuna, e theksoi edhe trajneri Mitrovicasve Adis Beqiragic. Ndeshjet e play-offit janë me stres dhe të vështira. Neve na favorizoi fakti që vrapua më shumë. Mendoj që të dy skuadrat kanë bërë gabime në këndeshje. Ne fituam, por nuk luajtëm mirë. Sipas trajnerit të Prishtinasve, Pako Olmo, arsyeja e humbjes ishte kjo. Ashtu si herën e kaluar, përsëri kemi luajtur shumë dobët në minutat e fundit të çerekut të dytë. Më pas u rikthyem duke luajtur mirë në mbrojtje, por në fund duhet të ishim më agresiv dhe të kishim më shumë vetbesim në sulm. Pas ndeshjes, klubi Kryeqytetas reagoi ashpër ndaj treshës së gjyqtarëve, duke quajtur fitoren e Trepçës si një vjedhje klasike. Gjysmëfinalja e katërt zhvillohet të mërkurën në Pallatin e Rinisë Sportit në Prishtinë. Mbesim tek sportet me dorë, për aktivitetet dhe zhvillimet më të fundit në Federatën e Voleybollit Kosovës do të mësonin nga bizetat që kemi realizuar me sekretarin e përgjithshëm të FVK-s, Valon Nikshi. Nderuar shikues, në vazhdim do të bisedojmë me sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Voleybollit Kosovës, Valon Nikshi. Shumë zhvillime kohë të fundit në voleybollin tonë, jemi në play-offin e garave në të dy konkurrencave.
Po, do më thonë, sapo kemi filluar me finalet e play-offit në 2 konkurencat, një garë mjaft interesant, është hera e parë, do më thonë që këtë vit inkuadron edhe vendi 5 dhe i 6 në play-off, pra fillimisht ekipet që kanë dalë parat kanë pritur gjysmë finaliste që kanë ardhur nga vendi i 2, i 3, nga vendi i 3, i 4, respektivisht i 5 dhe i 6. Kështu që tani jemi në fazën finale, në konkurencën e femrave po takon Fair Volley dhe Skëndera, ndërsa në konkurencën e meshkujve Ferizaj dhe Drita. Këtë vit, për dallim prej viteve tjera, kemi pas një garë dhe mjaft interesante në të 2 konkurencat, kështu që po besojmë dhe në bazë asaj që kemi pa, do më thonë kemi ngritit nivelit në të 2 kategoritë, do më thonë në çdo aspekt, tu fillu prej cilësisë lojtarëve, po gjithashtu edhe nivelit e organizimit mbrëmshëm të klubeve, po gjithashtu edhe të ndeshjeve të voleybollit. Sekretar thatë që ka ngritet nivelit, a i bie kjo që me konkurencën e 4 skuadrave dhe gjitha ato që vinë në aktiv final, të dytë finalizën në të 2 konkurencat, mend që edhe voleybollit nga ta dalë po i kthehet imazhi që dikur i kishte, sidomos në pjesën e fundit të play-offit. Gjithsesi, jo vetëm në pjesën e fundit, pasi që ndoshta përjashto këto skuadra që kanë qenë pozitën e poshtme, këto skuadra tjera kemi pas befasi, do më thonë, sidomos në konkurencën e meshkujve, ku ndoshta njerëzit e voleybollit nuk kanë pritë që Drita të shkojë në finale aq më pak ta fitojë ndeshjen e parë, mirë po jashtë ndodhi kjo befasi, kështu që befasi kushtimisht po thonë. Befasi e kanshme, për shkak se Drita kësha më thonë përbët kryesisht prej lojtarëve të rinj, vendas nëse nuk gaboj e kanë vetëm një përforcim, ndërsa Ferizaj ka një skuadër dhe ka investuar mjaft, edhe po besoj që gjithsesi ndeshja në konkurencën meshkujve dhe tjetë shumë interesante, duke mos e përjashtuar as ndeshjen në konkurencën e femrave. 4-5 skuadrat e para, tu e përfshirë dhe 6-ën, kanë bojë investime mjaft mëdha tu sjell përforcime, mirë po gjithashtu kanë punuar gjatë gjithë vitit, kemi pas një vëllon mjaft madh garave, po gjithashtu dhe aktivitetet kanë qenë mjaft shpeshta, do më thonë çdo 2-3 ditë kemi pas ndeshje të voleybollit, sidomos në ndeshjet e Superligës A në të 2 konkurencat. Dhe po besoj që pikërisht kjo e bën edhe e rrit edhe nivelin e ekipeve të lojtarëve, gjithashtu ndikon pozitivisht në çdo aspekt. Do të thënë që e përmendët Dritën vetëm një përforcim i huaj, a i bie kjo që është një post që është befasi e këndshme është që po punohet në atë skuadër mirë dhe kemi një perspektivë të mirë kësaj përket dhe gjeneratës së re. Gjithsesi, ne ishim prezencë bashkë edhe me presidentin Gjinovë, se mi pa ndeshjen finale për safrimi, kjo e dëshmon mas mire që në atë skuadër po punohet, po çka është një diçka edhe më interesante, domethënë përveç asaj po dalin talent të rinj. Kemi pas rastin jo vetëm në ndeshjen finale, po edhe më herët kanë dalë pa talent të rinj, ndoshta 18 vjeçar, ndoshta që viteve të fundit na kanë munguar, edhe besoj që pikërisht këta talent do të jenë baza e ekipit kombëtar në konkurencën e seniorëve. Edhe kjo na jep shpresë që voleybolli, po ekipet duhet të punojnë në atë mënyrë, domethënë të investojnë në gjenerata të reja dhe të jepet hapësirë, jo vetëm të punojnë, për shkak se një lojtar për nuk formu, duhet që të jepet hapësira ta tregojë vetëm. Nuk mjafton vetëm të punohet, ndërsa mos ta ketë hapësinën ta tregojë vetëm, kështu që po besoj që këtë gjë ka bërë pikërisht Drita, nuk është që ka investuar shumë në lojtar të huaj, mirë po me ata lojtar të rinj që i ka pas, domethënë ju ka dhënë hapësinën e mjaftueshme, edhe ata dal nga dal janë kalit, edhe pikërisht në kohën më të mirë e kanë arritur formën e vet sportive dhe sot janë në finale, duke arritur që ta mposhtin pretendentin kryesor për titull, favoritin, kisha më thonë Letër, kështu që po besoj që duhet mirën shembull ndoshta për punën edhe trajnerit, mirë po kjo po besoj që është një punë më e madhe, nuk është puna vetëm e trajnerit, në përgjithësi e organizimit të klubit voleybollit Drita. A do të thotë që ky nivel i organizimit i klubit sigurisht që duhet të jetë model edhe për të ndjekur për të tjerë. Mirë po, a mendoni që kemi ardhur në një situatë ku tash klubet kanë rritur atë nivelin e organizimit, se që në fillim e keni përmendet organizimin e klubeve? Gjithsesi kjo vjen shprehje, domethënë që klubet kanë nisë të mendojnë pak më ndryshe, domethënë që gjerë më tani,
kanë filluar të arritin stafin e vetë, qoftë stafin teknik të trener, mirë po edhe stafin organizativ në për klubet e veta, dhe më thonë ma përgjithësia është të shpërndam, kështu që po besoj që këto janë disa faktorë që ndikojnë që skuadrat të rriten njëkohësisht në disa fronte, kushtimisht po. Dhe në këtë drejtim, pikë synimi i federatës është që tjetë sa më afër klubeve dhe në këtë drejtim cili është bashkëpunimi konkret që kanë federatë klubeve dhe anës tjetër? Po ne gjithmonë jemi munduar si federatë, domethënë duke ju mësuar klubeve që ta promovojmë punën e tyre, domethënë duke ju dhënë hapësinë që ndeshjet e Superligës A t'i transmetojmë në televizion. Kështu që po besoj që këtë ja kemi arrit, ndoshta këtë vitin e fundit jo sa kemi pritur, nuk e kemi arrit objektivin 100%, po kemi punuar në atë drejtim. Gjithashtu, në aspektin e rritjes sponsorëve të klubeve, ne ju kemi ofruar klubeve ndryshimin LED të ndeshëm, domethënë këtë e ka marrë përsipër federata në mënyrë që ata t'i reklamojnë sponsorët e tyre, dhe kështu kemi pas sidomos ndoshta jo vetëm vitin e fundit, mirë po 2-3 vitet e fundit kemi pas rritje sponsorëve edhe në për klube, kështu që sa më i madh që të jetë investimit ose numri sponsorëve në për klubet e voleybollit, kështu do të përfitojmë jo vetëm klubet, po besoj që do të përfitojë edhe federata, edhe klubet do të vetëdijsohen që të investojnë edhe në marketing edhe në gjëra të tjera. Edhe po besoj që kjo është një prej punëve që federata bën. Nëse flasim në aspektin tjetër, domethënë klubet nuk kanë shumë obligime, por mos them që nuk kanë fare asnjë obligim financiar ndaj federatës. Domethënë federata i paguan gjitha shpenzimet e gjyqtarëve, personave zyrtare kështu me radhë. Si qëndron tash situata tek gjeneratat e reja, sepse ne gjithkohë jemi dy fort për konkurrencën e seniorëve në të dy konkurrencat. Unë po besoj që Federata e Voleybollit në këtë aspekt qëndron mjaft mirë, ndoshta jo me nivelin, po jemi me masovitet, ndoshta për kuriozitet duhet ta themi që dikun kemi arritë që t'i zhvillojmë këtë vit rreth mbi 1000 ndeshje të voleybollit, pritet ta përmbyllim sezonin sportiv, që do të thotë se kemi mjaft ndeshje, jo të i përfshi këtu edhe ndeshjet e seniorëve, mirë po ndeshjet kryesisht i kemi ndeshjet e grup moshave, i kemi ndeshjet e grup moshës U18 që zhvillohen pikërisht para ndeshjeve të Superligës A, pra seniorëve, po gjithashtu edhe te Superliga B vlen e njëjta, ndërsa ndeshjet e kategorisë U16, U14, do të thonë zhvillohen në formë të kampionatit. Edhe kështu këtë vit përrisi ka qenë ndoshta kampionati i grup moshës U21 ku për herë të parë kemi organizuar me kërkesë disa klubeve, edhe po besoj që kjo ka me qenë risi, mirë po do të vazhdojmë edhe viteve tashme për shkak se kemi edhe gara edhe kampionate të ndryshme qoftë ballkanik, po qoftë evropian të kësaj grup moshe, kështu që duhet të rrim në hap me këtë. Kryetari Gjenovci, ndoshta po edhe bordi për dallim prej viteve të kaluara, këtë vit kemi vendosur që ekipet kampione domethënë të vlerësohen ose të kenë shpërblime, në mënyrë që me i motivu trajnerët, po edhe ekipet që të kemi pjesëmarrje sa më masive në garat e grup moshave. Me siguri që edhe të garat e grup moshave, gjyqtarët edhe personat zyrtar janë mbuluar gjitha nga federata, kështu që për fazën finale organizohen në formë festivalit ose kështu më thonë ose grumbullimit gjatë një dite, ne i bartim edhe shpenzimet e ushqimit për ata lojtarë dhe në mënyrë që kemi sa më masovitet. I përmendet grup moshat e reja ka qenë bashkëpunimi reciprok shumë i ngushtë mes dy federatave si motra Kosovës dhe Shqipërisë për organizimin e kampionatit evropian. Ajo do të bëhet në korrik, mirëpo në çfarë faze është përgatitur dhe bashkëpunimi mes dy federatave tona? Po, domethënë qysh prej fillimit ne kemi bashkëpunim mjaft mirë me Federatën Shqiptare të Voleybollit, bashkëpunim vllazëror që kemi për obligim, mirë po kjo është në nivelet më të larta të mundshme. Domethënë edhe si rezultat i kësaj kemi ardhur deri te bashkë aplikimi për organizimin e kampionatit evropian që do të mbahet në fillim të korrikut. Jemi në fazën e dytë, domethënë ku pikërisht gjatë këtij vikendit pritet të zhvillohet edhe rrethi i dytë i kampionatit evropian,
Pra në ditën e hënë do të mësohen ekipet pjesëmarrëse, për shkak se 8 ekipet do të jenë në Kosovë dhe 8 ekipet në Shqipëri. Po, shorti do të hedhet nesër dhe nesër do t'i mësojmë shtetet të cilat do t'i kemi në grup, për shkak se pjesëmarrja në kampionatin ose organizimi i kampionatit evropian në kupton automatikisht pjesëmarrjen në fazën finale, kështu që edhe na e kemi të garantuar. Edhe Kosova dhe Shqipëria, kështu që do t'i mësojmë edhe kundërshtar e mundshëm të këtij kampionati. Kur jemi tek bashkëpunimi mes dy federatave si motra, Kosovë-Shqipëri, patëm edhe vazhdimësi tradicionalisht në Kupën Gjergj Kastrioti. Po, këtë vit e kemi përmbyllur me sukses, domethënë në fillim të muajit mars. Këtë vit e kemi organizuar në Kosovë, domethënë pasi që e kemi me mënyrë rotacionale, ashtu e kemi marrëveshjen që finalet të zhvillohen një vit në Kosovë, një vit në Shqipëri. Kështu që edhe këtë vit e kemi përmbyllur një cikël të garave të suksesshme, ku ekipe në konkurencën e femrave është po kampion i Ligës Gjergj Kastrioti Dritana, ndërsa në konkurencën e meshkujve ekipi i Partizanit. Kështu që kemi pas një garë mjaft interesante, përveç garave të rregullta që kemi pas, domethënë fund lige, kanë kulmuar me finalet që janë organizuar në palestrën e Lipjan, për çka dua ta falenderoj komunën e Lipjanit për bashkëpunimin që kemi pas gjatë organizimit. Sa mirë po edhe sponsorët e bashkëpunëtorë tonë. Do të ndalemi tek ky bashkëpunim tek Kupa Gjergj Kastriotit, pas që ka atë karakterin vëllazëror, ka dhe garus, mirë po mbi gjitha është edhe një test i mirë se ku në fakt është voleybolli, ku gjithë voleybolli bashkëkombëtar. Ku jemi me voleyboll me cilësi? A jemi të kënaqur nga të dyja palët, Shqipëri dhe Kosovë? Po nëse marrim në aspektin krahasimin, nëse bëjmë mes Kosovës dhe Shqipërisë, unë mendoj se jo krahasimi, por ndeshta me përgjithësi ku është voleybolli kombëtar. Po me siguri që kisha më thonë që ne kemi një ngritje ndoshta pak më shpejt, për shkak se voleybolli shqiptar viteve të 80-ta ka qenë kulminacionin e vet, mirë po pas probleme politike, pas kalimit ato që mos i përmendi, sistemet të ndërrimit sistemeve ka pasur rënje, mirë po unë po besoj që edhe voleybolli shqiptar është të marrë vetëm, ndoshta nëse marrim si barometër me i krahasu ligat, kemi pas ngritje të voleybollit në Kosovë për shkak se deri më herët ka qenë tabu, ndoshta që një ekip kosovar ta mund një ekip nga Shqipëria, mirë po tash sidomos me Ligën Gjergj Kastrioti, kjo nuk është më tabu, kemi arritur që ta fitojmë edhe kupën pavarësia që është edhe një garë tjetër ekipet nga Kosova, edhe tashmë po besoj që jemi aty me cilësi. Ndërsa sa i përket nivelit evropian, me siguri që jemi në rrugë të mirë po nevojitet punë profesionale edhe angazhim i gjithëve në këtë drejtim për me arrit nivelin e dëshiruar që të jemi konkurrente ndoshta me shtetet e forta evropiane. Zotin Niksi, sa shtjoshës voleybolli tek ne e kam fjalën për publikun, sepse sportet me dorë nuk janë fort në një situatë mirë se përket shikueshmërisë. Nëse flasim në aspektin e shikueshmërisë, ndoshta ka nevojitet ende shikueshmërisë që të kemi nëpër palestra, ndërsa sa i përket pasionit edhe dëshirës madhe prej trive, fëmijëve, sidomos femrave, domethënë voleybolli lirësh mund të themi se është sporti më i dashur prej gjitha sportet ku përfshi gjitha sportet po flas, për shkak se luhet mjaft shumë sidomos nëpër shkolla, po është sport që le të praktikohet edhe është sport i dashur sidomos për fëmijët. Nëse marrim krahasim gjinor, ndoshta është sport që femrat merren më shumë, ne edhe numrin e sportistëve kemi 65 me 35, mirë po besoj që sa i përket popularitetit edhe masovitetit, voleybolli është një prej sporteve më masovike në Kosovë. Kemi mbi 2500 lojtarë të regjistruar, mirë po ka edhe klube dhe shkolla të voleybollit që nuk i kanë të regjistruar, kështu që po besoj që ky numër është 2 fish më i madh, tu i përfshi edhe këto shkollat e voleybollit që janë ndoshta, kisha më thonë, pak a shumë më shumë që përfitojnë prej fëmijëve, po unë një bëj thirrje që t'i regjistrojnë gjithë ata lojtarë, edhe po besoj që voleybolli është një prej sporteve më masovike në Kosovë padyshim. Sa mund me këto hapa, sa mund të rritet numri i shikuesve në tribunat tona?
Po, e përmendim fillim që niveli Konkurenca, cilësia gjitha këto i sjellin shikust, mirë po nga njerë ndoshta edhe këto transmetime që i bën, disa preferojnë që ndeshjet e voleybollit i shikojnë nga shtëpia, kështu që edhe kjo ka ndikim, po kemi pas rritje çikueshmërisë, duhet cekët ku sidomos në finalet e play-off 2-3 vitet e fundit janë stërmbushur palestrat. Gjithsesi që qëllimi jonë është që t'i kemi në çdo ndeshje, edhe pse është ndoshta e pamundur, mirë po t'kemi sa më shumë. Po kryesisht ndeshjet e voleybollit përcillen nga familjar që vinë së bashku me fëmijët e tyre që kena gëzoneve pa mos, edhe po besoj që kjo shikueshmëri në të ardhmen të rritet së bashku edhe me cilësinë edhe me nivelin e organizimit klubeve. Kështu që është diçka që duhet edhe ne si federatë bashkëpunim me klube, gjejmë mënyra të ndryshme të mendojmë se si mund të rritet qoftë nëpërmjet organizimit, po them kushtimisht një prej mundësive të jetë lojnave shpërblys ose ku dione, po gjithsesi që duhet të punojmë më shumë këtë drejtim. Unë t'ju falenderoj shumë që bashkëpunimin në këtë drejtim të mes mediumit tonë dhe Federatës Voleybollit të Kosovës që punë është në nivelin më të lartë, i dëshoj punë të marrë shumë sukses. Nderit shumë, televizionit 21, si dhe juve personalisht, zoti Grabovci, është kënaqësi gjithmonë me bashkëpunim me ju. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, kjo ishte tëra për sonte. Faleminderit për vëmendje, mirëmbëjtje.